Emrin që do të zvendësoj Belinda Balluku në postin e zëvendës kryeministri. Pezullimi është vendim i një gjykate që ne do ta përcjellim në gjykatën kushtetuese. Kryeministri Edi Rama në krah të komisionerit së Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kos zgjodhi momentin ideal për të interpretuar vendimin e GKK-s që pezulloi nga detyra zëvendës kryeministren Belinda Balluku, e hetuar për tendrat e tunelit të Llogaras dhe Unazës së Madhe. Ndërsa Kos shprehente admirimin për reformat shqiptare, Rama me justifikimin se nuk ndërhynte në drejtësi, sulmoi hapur spakun dhe gjyqtarët, duke i quajtur të papjekur, me reflekse antidemokratike dhe vendimin e tyre flagrant. Ai deklaroi se pezullimi i një ministri është situata e paprecedentshme në Evropë, duke paraqitur vendimin si cënim të funksionalitetit të qeverisë. Rama njoftoi se çështja do të përfundojë në gjykatën kushtetuese, duke krijuar një periudhë vakumi ku posti i zëvendës kryeministrit dhe ministrit e infrastrukturës mbetet bosh. Në pamje të para ai pranoi vendimin, por në thelb i jep Belinda Ballukut një garanci politike për ta mbajtur atë të qetë. Skenari është i njohur, me të njëjtën lojë Rama shkumboi edhe pasardhësit që aspironin postin e tij. Samir Tahirin, dikur pasuesin e veshpadhur të Ramës, e mbajti në mbrojtje sa për të bler kohë dhe më pas e la në mëshirë të drejtësisë së re. E njëjta rrugë ndoq me Arben Ahmetek dhe më pas me Erion Veliaj, të cilët fillimisht i dha mbështetje emocionale e pastaj i la të përballej vetëm me spakun. Ndërsa rasti Balluku është më i ndërlikuar, ajo e një mirë Edi Ramën dhe një mirë dhe arkitekturën e drejtësisë së re. Aq më tepur ku motra e saj ka qenë pjesë e procesit të vettingut ndaj Ballukut duke pritur vendimin e kushtetueses, e di se ka arsye të buzëqesh. Edi Rama po fiton kohë, por tuneli Llogaras mbetet një tërbim i heshtur që mund të shëmbet mbi të nëse Balluku vendos të flasë. Ndërkohë politika vijon spiralet e zakonshme, gjys propagandë në maj, hir zhvillimi poshtë, teksa opozita endet pa strategji dhe me shpresën naive se erozimi i mazhorancës do të ndolli vetë.